Fitnet e para që u shfaqen ishin gjatë kohës së shokëve të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Disa njerëz dolën dhe i shpallën mosbesimtar muslimanët nga mesi i sahabeve dhe pasuesve të tyre, saqë luftuan kundër tyre dhe e derdhën gjakun e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se ata do të dalin dhe do t'i vrasin muslimanët dhe do t'i lënë të qetë adhuruesit e idhujve. Në hadithin e transmetuar në dy sahihet është përmendur se një burr me sy të fundosur, mollëza të spikatura, ballë të spikatur, mjekër të dendur, kokë të rruar dhe izar të shkurt, tha: "O i dërguari i Allahut, ki frikë Allahun." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha: "Mirë për ty, a nuk jam unë më i merituari nga njerëzit e tokës që t'i friksohem Allahut?" Pastaj ky njeri u kthye dhe shkoi. Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu tha: "O i dërguari i Allahut, atja heq kokën." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Jo, ndoshta ai falet." Khalid i tha: "Sa veta që falen, thonë me gjuhën e tyre ata që nuk e kanë në zemër." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Inni lam u'mar an unqiba an qulubin nas wala ashqa butunahum." Nuk jam urdhëruar t'ua shqyrtoj zemrat njerëzve, as nuk jam i urdhëruar t'ua hap barkun. Transmeton Ahmedi dhe Albani thot sahih.